Shkruan Ben Wallace. Më lejoni t'ju pikturoj vizionin e një epoke të re. Donald Trump dhe J.D. Vance e kanë me gjithmend në gjithçka që thonë. Ata e besojnë vërtet se Rusia nuk është një kërcënim. Ata janë sinqerisht të bindur se SBA duhet largohen nga NATO dhe duan në një mënyrë tjetrën që ta marrin Grenlandën nga Danimarka. Për ta në këtë botë kanë peshë vetëm fuqi si Kina, Rusia dhe SBA. Britania trajtohet si një përjashtim i çuditshëm nga Europa. Sovraniteti i të tjerëve s'ka fare rëndësi dhe mund të kenë të drejtë. Shtypja e kundërshtarëve politik, gjyqtarëve dhe medias së lirë është më se e pranueshme në kauzën Amerika e para. Në botën e dyshes Trump-Vance, faktet janë trillime dhe trillimet janë fakte. Vladimir Putin dhe Donald Trump janë gati të nënshkruajnë një marrëveshje për nxjerrjen e mineraleve në rajonin e pushtuar Ukrainas Donetsk. Të dhënat e shërbimeve sekrete nuk po ndahen më me Britaninë dhe miqtë e saj, në kuadër të grupimit Five Eyes, por me armiq tan. SBA do të rrihiqet nga bazat europiane, Amerika e para do të thotë shpagim. Simpatizantët e MAGA-s besojnë çdo lajm të rrem nga Tucker Carlson, Alex Jones dhe platformat shumëta të medjave sociale. Pyesni pak veten nëse Amerika mbyllet në vetvete, kush do të përfitojë? Kush do të bëro rast për shkatrimin e NATO-s? Unë ju siguroj se nga kjo s'do të përfitojnë punonjësit e thjeshtë në SBA dhe askush tjetër në perëndim. Përfituesit e vërtet janë Rusia, Kina dhe ekstremistët në mbar botën që e kanë parë për dekada SBA-n si objektivin e tyre numër 1. Pra në shënjestrën e tyre nuk është Europa, por gjasemi. Putin, një njeri që e ka kaluar tërë jetën e tij duke luftuar perëndimin, nuk ka vendosur befas se Donald Trump është shoku i tij i ri më i mirë. As ai dhe rrethi i tij ngushtë nuk e kanë harruar etjen e tyre për hakmarrje për 30 vite poshtrim pas humbjes së Bashkimit Sovjetik. Por më shumë se një dekadë, Rusia ka nxitur ndarjet që ne po shohim të ndodhin sot. Gjatë trazirave të lëvizjes Black Lives Matter në vitet 2020, qendra ruse të manipulimit i zmadhuan qëllimisht të dy ekstremet e debatit në mediat sociale. Ndarja ishte ajo që inkurajuan dhe ajo që ata arritën. Përtej një oqeani tjetër, Kina do të jetë e gëzuar nga shpërbërja e mundshme e rendit të vjetër botror. Të gjitha gjërat që e bën Amerikën të madhe dhe të pasur që nga fundi i luftës së dytë botërore janë potencialisht në prag të zhdukjes. Tashmë Pekini nuk ka shumë pengesa për një sulm të shpejtë në ngushticën e Tajvanit. Unë nuk e di nëse do të realizohet skenari më i keq. Të gjithë duhet të shpresojmë që kjo gjë të mos ndodhë. Ndoshta Trump e kupton se të gjithë do të humbin nëse Amerika e para është vetëm një frazë tjetër për izolacionizmin. Etiketimi i të gjithë miqve si pasagjerë që s'kan paguar biletën e udhëtimit edhe kërkesa për shlyerjen e borxheve po krijon të çara midis aleatëve, të cilat do të jetë vështirë të mbyllen. Po ashtu shpresoj që ne në këtë anë të Atlantikut të mos e harrojmë se Amerika është më shumë se sa presidenti i radhës, dhe sa do e dhimbshme është të dëgjosh sulme të tilla të nxitura nga padia e J.D. Vance. Nuk është ajo që mendojnë shumica e amerikanëve. Gjithsesi këto janë kohë shqetësuese, shumë larg kohës Reagan dhe Thatcher. Rreziku për gjithë ne është se banorët e rinj të zyrës ovale nuk janë shumë të informuar. Deklaratat e J.D. Vance janë të jetë pasakta dhe tregojnë se ai beson gjithçka që lexon në mediat sociale. Kohët e fundit një miliarder amerikan në fushën e teknologjisë më tha se Britania dhe SBA do të kenë një marrëdhënie speciale pasi ne po përpiqemi të rregullojmë mediat sociale. U përgjigja duke i thënë se ishte refuzimi i platformave të medjave sociale amerikane si Twitter për të ndihmuar autoritetet britanike kur isha ministër, ai që çoi në rekrutime të mëdha nga ISIS dhe Al-Qaeda. Ironia është se vetë platformat e medjave sociale që MAGA kërkon të përdor për ta bërë Amerikën të madhe janë në fakt platformat që e bëjnë atë më të dobët dhe të ndarë. Në vend se ta dëmtojë politikën e qeverisë së tij, ndoshta Peter Mandelson mund të ndihmonte në ndriçimin e MAGA-s dhe disa prej zyrtarëve në administratën e re mbi faktet e vërteta. Kjo është një detyrë shumë e rëndësishme që duhet kryer në prapasken dhe jo në ekranet televizive të Amerikës. Unë besoj se ndërsa shumë prej nesh kanë ende lirim për të shprehur zemrimin mbi atë që po i bën Donald Trump miqësive tona, Keir Starmer ka të drejtë që po përdor një qasje më të butë. Trump 2-0 duhet të edukohet butësisht dhe jo të qortohet. Tani le ta gjykojmë për veprimet e tij dhe jo për deklaratat e guximshme që shënojnë gjithmonë fillimin e punës së çdo qeverie. Duhet të shpresojmë për më të mirën, por edhe të përgatitemi për më të keqen.